Përshëndetje të nderuar miqtë e mi të kanalit Monitor TV. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar dhe për të ndarë lajmet më të fundit. Alaudin Hamiti, moderatori Big Brother VIP Kosova, edhe këtë vit zyrtar së bashku me Jonida Vokshin, Alaudini po na zbulon dita ditës gjërat të cilat ne në fakt duam t'i shohim. Gjërat të cilat ne duam t'i prekim me dorën tonë dhe duam të zbulojmë përtej më shumë brenda asaj shtëpie. Ajo që unë di, do me thënë dhe ajo që mua më kanë thënë, bëhet fjalë për një shtëpi gjigande, një shtëpi prestigjioze, e ndarë në dy pjesë. Do me thënë, kemi zvogluar ambientet e dhomës së ndenjës, sepse kemi nxjerr ambientet të tjera të cilat do të përdoren në puntatat e Big Brotherit. Është një Big Brother që këtë vit zyrtarisht nuk do t'jetë vetëm 3 muaj, do me thënë do të ketë shtesë, ashtu siç ka patur gjithmonë në Big Brother VIP Albania, do thënë shtesa do t'jetë një shtesë nga ana e produksionit. Por çfarë po ndodh me Big Brother VIP Kosovën? Alaudin Hamiti ditën e djeshme ka zbuluar që kemi një kat të dytë, do me thënë shtëpia është e ndarë në dy kate. Kemi pjesën e poshtme që është dhoma e ndenjës së bashku me kuzhinën, banjon, dhoma e rrëfimit dhe i gjithë ambienti që përfshin një kat të një shtëpie, por në pjesën e poshtme kemi dhe dhomat shtesë, të cilat do të përdoren nga banorët dhe që përflitet që do të jetë një çift që do të banoj brenda kësaj dhome, që do të ri brenda kësaj dhome. Do me thënë banorët ndoshta që në puntatën e parë, që në edicionin e parë nuk do të jenë të gjitha brenda një ambienti, ndoshta janë 2-3 ambiente të krijuara për më shumë adrenalin, për më shumë pozitivitet, për më shumë energji, dhe në katin e dytë, do me thënë pritet që të jenë dhomat e gjumit, dhomat ku banorët do të flenë. Është një shtëpi që ne kemi parë, në qoftë se do të futemi në Big Brother në Brazil, në Big Brother në Holland apo në Londër, Big Brother UK, kemi parë këtë shtëpinë të ndarë në dy pjesë. Do me thënë është një zinxhir që bëhet në shtete të ndryshme, ku shtëpia nuk është vetëm në një ambient, por është e ndarë në dy kate. Okej, do të ketë adrenalin më shumë, do të ketë energji më shumë, sepse banorët do të kenë formën e lëvizjes, do të kenë dashuri më shumë për shtëpinë, dhe do me thënë është një shtëpi e vërtet, ku do me thënë dritaret e shtëpisë do të binë në oborin të Big Brotherit dhe do me thënë është një ambient tepër bukur i krijuar. Fotografia që ka marrur vëmendjen ditën e djeshme ku Alaudin Hamiti, do me thënë, foli për shtëpinë që do të ketë një kat të dytë së bashku me Olca Muhametin që e konfirmojnë që do të ketë një kat të dytë në shtëpi, që do me thënë do të jenë dhomat e gjumit. Fotografia e dytë Ben Blushi gati për Big Brother, i pranuar nga Ben Blushi, dhe pikpyetja e madhe është kjo: a do të jetë Ben Blushi politikani i cili do të jetë pjesë e Big Brother VIP Kosova, duke e ditur që ka një lidhshmëri të madhe me televizionin Top Channel, që është edhe në këndin e drejtorit të këtij televizionit apo një përfaqësues shumë i denj. Tani lindën pyetja: në qoftë se Ben Blushi ka pranuar të jetë pjesë e një reality show që Alaudini, do me thënë, ka nxjerrë fotografi dhe e merr aprovimin e Ben Blushit për Big Brother, ka një lidhshmëri këtë vit Big Brother VIP Kosova dhe Albania që mund të bëjnë ndryshim të banorëve pasi që nisin me afate kohore shumë të afërta? Do me thënë, kjo është një pikpyetje shumë e madhe që është ngritur te publiku. Në qoftë se Ben Blushi do të ishte politikani i cili do të futej në Big Brother VIP Kosova, do të bënte një, do me thënë, do të bënte një retrospektiv interesante për të qenë pjesë e një Big Brother, jo? Do me thënë, do të ishte shumë interesante kjo gjëja, por nuk kemi një konfirmim. Do me thënë, se do të jetë Ben Blushi politikani që do të ishte pjesë e televizionit Klan Kosova dhe do të ishte pjesë e Big Brotherit, duke e ditur se çfarë marrëdhënie ka me
televizionin Top Channel. Do me thënë, po përzihen gjëra, po bëhet një gjell aty, se çfarë po ndodh, nuk po na zbulojnë shumë gjëra, ose mund të ketë qenë një vizit nga ana e Ben Blushit në televizionin Klan, në shtëpinë e Big Brotherit, për ta prekur këtë gjë nga afër. Dua të marr mendimin tuaj.